Për t'i lehtësuar sadopak këto momente të vështira që po kalon familja e Shpat Kasapit, shok e miq të tij kanë qenë tek shtëpia e tij për ta kujtuar e së bashku me familjarët të mendojnë të flasin për momentet e gëzuara që kanë kaluar së bashku e për ta kujtuar gjithmonë me buzë në gaz, ashtu sikurse ishte dhe vetë këngëtari. Një prej miqve të tij ka qenë dhe Ermal Fezullau, i cili ka thënë se Shpatin e ka pasur shok prej shumë vitesh dhe fillimet e karrierës i kanë patur së bashku. Ai shkroi: "Nuk po mundem më ta besoj. Sot ti shkove miku im i fëmijërisë. E filluam karrierën bashk. Ne të dy kemi kujtime shumë të bukura dhe të siguroj që do t'i ruaj për gjithë jetën. Na theve zemrat Shpat, pushoi qet o vlla." Por Ermali ka treguar dhe një tjetër episod mjaft prekës me mamin e Shpatit. Ai tha: "Shkova për ta ngushëlluar dhe ajo më tha: Ermal, hajde të përqafoj pak, sepse ti më heq mallin e Shpatit." Më pas vion Ermali, ne u përqafuan fort dhe derdhëm lot në krahët e njëri tjetrit. Ky moment më ka prekur shumë thellë, tha Ermali. Ne do të jemi gjithmonë pra mamit të Shpatit, për t'ia lehtësuar sadopak dhimbjen, u shpreh këngëtari Ermal Fezullau.